Zotë dhe bërëqet, afës për këtë sëferë, Allah i ndërot, Allah i të shpëllet në të mirë. Ramazani, me gjitha të mirësit dhe bërëqetet e vete që ka i ka, po thuj se ka ta kthesh kryen, vetëm se ka botë në vete. Atmosfera Ramazanit është i përmbushur me lloj të mira. Ndërto është edhe namazi i natës apo namazi i taravijës. Agjëruesi gjatë ditës agjeron, privohet nga haja, nga pija, edhe në kohë të iftarit mize e pret, e përfundon agjerimin ashtu sikur që i ka hije, e ngron iftarin, më pastaj edhe fal namazin e akşamit. Edhe ajo shka është më e rëndësishmja për agjëruesin, se e pret me madh, se si shkojë në xhami dhe ta falë namazin e taravijës. Edhe vërtet kënaqësia është më e madhe kur nisesh për me shku në xhami, xhamisë jam syn të rit, pleq, të më shumë, lloj njerëzi, edhe japin shije edhe xhamisë, edhe ambientit të Ramazanit. E i dërguar e Allahut me një hadith, ku e potencon vlerën e namazit të taravijës thot, men kame Ramadanen, imanen u ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili e gjadhron Ramazanin, duke fal namaz natë, i bindur në Allahun e madhëruar, edhe duke shpresuar në shpërblimet e Allahut, Allahu ka për t'ia fal gjunat dhe gabimet e kalume. E gjithë kjo mirësi vjen për shkak të namazit natës. Gjithë Ramazani ka të mirësi dhe bërgjetet e veta. Agjerimi, iftari, syfyri. Mirë po, namazi natës apo taravija e ka një specifik të veçantë. Edhe i avlen besimtari mu knaq me jetu me taravi, me përjetu taravijen. Madje, i dërguar e Allahut thoshte, kur e përshkruan se besimtari kënaqësinë më të madhe përjeton kur takohet me Allahin e madhëruar. Thoshte, më zhboje dashur nga dynjaja, gratë edhe parfimi. Mirë po, kënaqësinë shpirtërore e ka ndjenë në namaz. Kur u fut te i dërguar e Allahut në namaz, çatere përjeton të gëzime dhe ndjenja më të mëdha. E si mos me qenë kjo e vërtet, kur agjëruesi shkon me fal namazin e taravijës. Në atë kallabulloq i madh i xhamatit, lidhen pas një imamit, i drejtohen, edhe marrin tekbirin fillestar, më pastaj e këndojnë elhamin, pastaj e këndojnë një sure tjetër, edhe shkon në ruku bashkë me imamin, pastaj sërish me imamin shkon në sejdë. Sejdja që është pozicioni më i mirë, kur robi afrohet me krijuesin e vet. Në ato momente, besimtari i prezanton lutjet e veta, kërkesat e veta, hallet e veta, ja prezanton Allahut madhëruar. Madje nuk ka dikush që e kupton më së miri se Allahu xhaleshanu robin e vet. E pastaj ngritet në rekatin e dytë, e në rekatin e tretë, e katërt, derisa e përfundon namazin e taravijës. Vërtet kënaqësia është e madhe, sidomos në trojet tona, ku manifestohet në formën pak më të madhe se sa pothuajse në për vende tjera. Dërsa Allah i madhëruar, kur i lavdron besimtarët në Kur'an, i lavdron me disa karakteristika. Me një sure thot, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Besimtarët e mirë, besimtarët e devotshëm dhe të mirëfillt janë ata të cilët pak natën e kalojnë në gjumë. E çka nuk kupton? Pjesën dërmuese të natës e kalojnë në adhurim, duke fal namaz. Kur tjerët shkojnë mas kënaqësive të kësaj dunjas, kur njerëzit i kanë apetitat lloj-llojshëm, besimtari i mirë nuk nin kënaqësinë më të madhe se kur takohet me Allahun xhaleshanu. Kjo ndodhet në jetën e përditshme, edhe keni ndëgjuar, madje edhe keni përjetuar dhe ju vetë ndonjëherë, kur e doni dëni shok apo dëni mik,
kini qef, të flakt, me mu taku me ata, me bo një termit veçant me ata, madje në atë bisedën dhe komunikimin me atë shokrin dhe atë mikin, nuk i dëshira s'kur kush i treti ma ardhë. E tash, imagjinoje, ky personi me shokrin dhe mikun, qëfar ndjenja, qëfar knaci, qasë dhe momente. Nuk krahasohet kur gja, kur takosh me Krijuesi. Kur takosh me Allahun xhaleshanu. Andaj, edhe i dërguar e Allahut, me një hadith tjetër thotë Bilalit. Bilali ka qenë muezini i pejgamberit alayhis salam. I thoshte ja Bilal, o Bilal, thirrë ezanin na relaksosh. Kënaqshme. Kënaqësinë më të madhe kanë gjej ku? Më të madhe kanë gjej në namaz. Ndërsa besimtari në jetën e përditshëm ballafaqohet me lloj-lloj probleme, me lloj-lloj sfida, me lloj-lloj telashe. E nëse do mi te kalu këto problemet, edhe jeta jona është përplot dinamike, nuk ka ilaç dhe shërim më mirë se namazi. Kështu thoshte i dërguar Allahut, kur e përshkushin shokët e vet, thoshin se kur e mërzitte diçka i dërguarin Allahut, dhe një gjësht, dhe një sen, ai shpëtonte në namaz. E i thoi ke oj familja ime, namazi. Në namaz gjinte relaksim. Në namaz u kënaqte. Në namaz u rahatonte. E nuk ka dyshim se kjo është kënaqësia më e madhe e besimtarit. Në Ramazan merr për masa më të mëdha namazi taravijës. Kallaballiku kur shesh në xhami, zanat e fëmijëve, vinë madje edhe pleqt më shumë, vinë edhe nga gjenia femërore, edhe kjo jep shije, edhe jep karakter dhe jep apetit kuna muajt Ramazanit. Andaj, e si a thu vallë për mu kënaq besimtari në namazin e taravijës, është pyet gruaja e Resulullahit, Aisha radhiyallahu anha. I ka thënë ja Aisha, ana përshkruan se si e falte i dërguari Allahut namazin e natës. E kështu e përshkruante. Dëgjoni tash me vëmendje. Nëse na e falmi namazin në këtë formë, në këtë mënyrë, kena me shiju ata që ka thoshte i dërguari Allahut, kënaqësinë më të madhe e kanë ndjej shpirtëror në namaz. E si? Kështu thoshte Aisha. I dërguari Allahut u ngrinte me fal namaz natë, i falte 4 rekat. Mos vet se sa bukur dhe sa gjatë i falte. Më pastaj sërish i falte 4 rekat, mos vet se sa bukur dhe sa gjatë i falte. E më pastaj pushonte, i thosha, oj dërguari Allahut, a me kaq e përfundon, edhe po të vjen xhubi me flet, thoshte i dërguari Allahut, ja Aisha, syt më flen, mirë po zemra nuk flen. Që do thot, ka vazhdu, është kënaq, nuk është ngop, me adhurim, tha Allahut xhaleshanu xhalla xhalalu. Në shumë ajetet Kuranit, nëse e shfleton, edhe mediton dhe analizon, kemi pas e besimtarët e mirë, përmallohen mu taku me Allahun xhaleshanu, përmallohen me komuniku me Allahun xhaleshanu. Me një ajet në surën Sejdë, kështu Allahu thot për besimtarët. Thot Allahu, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Besimtarët e mirë janë ata të cilët ngrihen nga shtrati, e largojnë jargane. Edhe çka bajnë? Ja mësyn të adhurojnë, të lutin Zotin e vet. Edhe me frikë, se ndoshta Allahu mos po dinon. Po edhe me shpresë se Allahu ka për të shpërbli, edhe japin dhe shpenzojnë në rrugën e Allahut xhaleshanu. Andaj, jemi pikërisht në muajin e Ramazanit, në çastet më të mira të muajit Ramazanit, ta shfrytëzojna maksimalisht, duke fal namazin e taravijës, duke mos e neglizhu maksimalisht, duke lutur Allahun e madhëruar, Allahu na pranoj agjërimin, të na pranoj lutjet, të na pranoj çdo sent të mirë dhe namazin e natës. Allahu i nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me zemër e shpirt, falu, 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 namazi është dritë. Falu, 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 me zemër e shpirt, falu, 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 namazi është dritë.